Zoti Cakrani, si mendoni, çfarë do të ndodh tani me pjesën e procesit? Do të shkojmë drejt zgjedhjeve të 9 nëntorit apo do të ketë një ngërç në këtë rast mes presidentit dhe gjykatës kushtetuese, apo edhe gjykata kushtetuese në këtë rast do t'i bindet Edi Ramës ashtu si vetë presidenti? Shiko, unë me sa di, pak të jo zyrtare, di që kam rënë në dieni që opozita do të ankimoj në gjykatën kushtetuese dekretin e presidentit. Dhe për sa i përket zgjedhjeve të Tiranës, sepse është e ka tagrin një e pesta e deputetëve, pra 28 deputet të Kuvendit të Shqipërisë kanë të drejtën të drejtojnë gjykatës kushtetuese. Dhe nëse deputetët e opozitës, pra opozita, do ta ankimoj në gjykatën kushtetuese, do të parë pasaj nëse gjykata kushtetuese mund të marrë një vendim për pezullimin e veprimeve e zgjedhjeve në Tiranë ose jo deri në shqyrtimin në themel të ankesës. Pra, jemi akoma në veprime e sipër, sepse thash që opozita është angazhuar, pra ka thënë publikisht që unë do ta ankimoj dekretin e presidentit. Kështu që nuk e di se si mund të rrjedhin gjërat, sepse këtu në këtë vend ne ndonjëherë i bëjmë llogarit me ligjin, sepse por harrojmë që këtu shkelet ligji, shkelet kushtetuta, shkelet konventa evropiane e kështu me radhë. Dhe na dalin dhe ne llogarit ndonjëherë gabim. Për shkak që thash edhe një tjetër të prepotencës, të arrogancës, të shumicës të kartonit që ka kartona të dorë kështu me radhë. Prandaj që nuk mundet të di çfarë mund të ndodhi nëse opozita do të ankimojnë në atë dekretin e presidentit, nëse do pezullohen për Tiranën apo jo. Kështu që kjo është një gjë që ne do t'ja lëmë, besoj javën që vjen do ketë një sqarim të gjithë kësaj situate. Nisur nga e gjitha çfarë ka ndodhur, që nga arrestimi i Veliajt, lënien e tij në paraburgim, e deri në shkarkimin e tij dhe tashmë po themi azjesimin politik nga ana e kryeministrit Edi Rama që i ka bërë një prej njerëzve të tij më të afërt. Si e shikoni fatin e Veliajt? A ka gjasa që ai me këto akuza që rëndojnë mbi të lirohet nga burgu apo dhe të rikthehet më pas jetës politike? Shiko, eksperiencat kanë treguar që politikanët që kanë bërë burg politik më pas kanë ecur politikisht. Rasti Fatosnanos. Po jo, kemi raste plot, nuk është thjesht Fatosnanoa. Pietra Arnoli ishte 28 vite në diktatura, doli kryetar Kuvendi. Nuk është ka raste, nuk është ky problemi. Ai Lula i Brazilit u dënua 4 vite, doli u bë president. Nuk është problemi që ndron që a ka zoti Velia fuqi? A ka më zoti Velia fuqi politike? A ka më mbështetës ai? Apo jo? Kjo është sa i aftë është ai nëse del nesër dhe nëse del dhe i papajshëm, kuptohemi, sepse po doli i fajshëm edhe ligji i dekriminalizimit, edhe kështu që nuk mundet të bëhet më as të zgjidhet për një kohë të gjatë, as të zgjidhet, as të ashtu mund të bëj politik, por nuk mund të zgjidhet vetë në posë drejtuese. Problemi është që zoti Velia po ha atë që gatoi vetë, pra po ha të gjellë të cilën ai e gatoi vetë. Unë nuk është e jam në një fans i zotit Velia, pas jam indiferent. Por problemi që ndron që zoti Velia duke qenë se ndonjëherë gjatë në pushtet, sepse 3 mandate kryetari i bashkisë më të madhe të vendit, pra kryeqytetit, dhe me gjithë këto të ardhura, me gjithë këtë lloj biznesesh në këtë qytet e kështu me radhë, zoti Velia, për mendimin tim, e menaxhoi shumë keq situatën e tij, pra politike. Zoti Velia krijoi armiqësi në shtresa të ndryshme, pavarësisht se ai u bë mik me
një pjesë të caktuar të atyre që patroni parat, të atyre që ndërtoni kulla apo bëni biznese në Tiranë, por zoti Velia u armiqësua me pjesën tjetër, sepse mos harrojmë që vetëm te 5 maj është bërë një masakre e madhe sociale, njerëzore sociale, në Astire kështu me radhë, pra zonat të tëra të Tiranës që ka marrë mallkimin e tyre zoti Velia. Mallkimin e tyre sepse kanë dalë në banesat, ja lënë mes të rrugës, ka marrë valigjet, ja larguar nga Shqipëria e kështu me radhë, pra prepotenca e tij politike, duke mos marrë parasysh fare të drejtat dhe lirit e njeriut, arroganca e tij duke ju marrë pronat qytetarëve dhe ndërtonte aty me njerëz të biznesit, po mos harroj që zoti Velia filloi rënien e tij që në momentin ku arrestuan njerëzit e tij të besueshëm që ishin 5D-ja, pra drejtorët e 5, siç njihet me dosja 5D, ishin njerëz të afërt të zotit Velia, dhe që aty zoti Velia mori krisjen e parë të tij, dhe kështu që nëse ta shikojmë në kontekstin politik, unë mendoj se zoti Velia tashmë nuk i ka mbetur më asnjë mbështetje politike, qoftë edhe minimale brenda majorancës së tij. Ne dim që shqiptarët vën pas atij që ka pushtetin gjithmonë, vën pas njëshit, sepse atje kanë interesat e kështu me radhë. Dhe për ta mbyllur këtë e shikoj zotin Velia një të vdekur politikisht. Mendoj se është varrosur përfundimisht politikisht zoti Velia. Zoti Cakrani, të ndalemi pak tek një video e Edi Ramës e cila është bërë virale dhe pothuajse gati ka shkaktuar dhe një incident diplomatik, duke qenë se ai ka vendosur në lojë një lapsus të Donald Trump duke u referuar vendosjes së paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ndërkohë më pas Edi Rama u shfaqsua duke thënë se ishte thjesht një çështje humori, pra një lloj humori bërë në mes Macronit dhe presidentit Azerbajxhanit. Ju si e shikoni në këtë rast, ka një sfidë të vet Edi Ramës ndaj Donald Trumpit dhe po përpiqet që të shkojë me palën europiane? Shiko, Edi Rama nuk e ka për herë të parë gafën. Edi Rama ndaj Donald Trumpit ka një, nuk i gjen një fjalë tjetër, po ka një urrëtie, një antipatim ndaj tij. Për arsye politike, sepse zoti Rama është një i përgdhelur i kundërshtarëve të Donald Trumpit, siç është George Soros. Dhe kjo nuk kam asnjë sekret më, sepse ne dim që klanet e George Soros janë investuar shumë për zoti Rama, për pushtetin e zotit Rama, për të kapur zoti Rama drejtësinë, për të kapur zoti Rama të gjithë institucionet e kështu me radhë. Madje zoti Rama ka qenë i përgdhelur dhe vazhdo të jetë i përgdhelur nga njerëzit e Sorosit sot në Bashkimin Evropian, siç janë deputet apo drejtues të lartë të BE-s, që janë produkt dhe që janë sponsorizuar në karrierat e tyre, i kanë ndërtuar në bazë George Soros. Kështu që zoti Rama nuk e ka lapsus, se lapsus bëhet një herë, po japesëm 2 herë, po jo në vimësi, sepse zoti Rama ka qenë mandatin e parë të zotit Trump, dha intervista që ai ishte keq botë ose njerëzimit e historisë e kësaj natyre. Pra, nuk e ka për herë të parë. Dhe në një bisedë pa asnjë arsye fare, po pa asnjë arsye, pa asnjë lloj interesi, mund të themi, ti tani do në krah Macronit dhe përgdhel atë duke i thënë që shiko se Donald Trump ka thënë kështu pasi lloj lidhje, në kuptimin. Kështu që zoti Rama nuk bën lapsus. E keni gabim këtë, zoti Rama bën lajm. Lapsus nuk bën. Pra nuk e bën lajmin me atë lapsusit. Zoti Rama e bën lajmin se do që ta bëj lajmin. Dhe madje ai për mua në këtë vështrimin tim e di shumë mirë që një gjë e tillë do t'i shkojë, do përhapet në gjithë botën, siç u përhap në fakt. Siç u përhap. Dhe me keqja pastaj është që tani para 2 orësh, ju ndoshta e keni parë në rrjetet sociale, në faqen e tij zyrtare, këshilltari Donald Trump hodhi Ramën me Gonigali. Dhe thot korruptuesi me korruptori. Kështu që ai ka krijuar një incident, ti në këto kohëra sot bota nuk është paqe më. Aktualisht, bota aktualisht është në luftë.